Fushata e rivlerësimit e vendosur në zbatim që prej muajit shkurt ka patur një interes të lartë nga qytetarët, bizneset dhe njësitë tregtare për të parafruar pronat me vlerën reale të tregut. Mbi 30 milion euro janë arkëtuar nga ky proces, ndërsa vetëm në 2 muaj janë kryer mbi 9500 aplikime. Është Tirana ajo që mbizotëron me rreth 4000 aplikime, pasuar nga Durrësi 2000 dhe më pak në Vlorë rreth 700 prona dhe subjekte. Nëse i bëjmë të gjitha përllogaritet, na rezulton që sot kemi të formalizuara në dokumentacion rreth 600 milion euro prona, pra ka qenë vlerë tregu, por nuk ka qenë reflektuar në kartelet e pasurisë. Dhe në të njëjtën kohë ajo që vrehet, që është ndryshe nga vitet e tjera, dikur një pronë rivlerësohej mesatarisht 35 dhe 40.000 euro, sot vlera mesatare për aplikim, që përkthejmë vlera mesatare për rivlerësim prone, i bie të jetë 63-65.000 euro. Pra jemi pothuajse 1.5 herë më tepër, pra 50% më tepër se sa fushatat e kaluara. Një ecuri e tillë e rivlerësimit dhe arkëtimet në rritje, sipas kryetarit të shoqatës së pasurive të paluajtshme, Reinaldo Pipiria, ka nxjerrë në pa dhe informalitetin. Pyetja është që apo rivlerësohen prona vërtet të vjetra? Pyetja e dytë është që nëse janë këto prona, a janë prona që kanë qenë në ndërtime sipër, apo është një reflektim i informalitetit që... Ndërsa aplikimet kanë qenë në rritje, vlerësues të pronave tregojnë për Top Channel se procesi ka hasur dhe problematika. Ne sot për shembull hasim problematika shumë në vlerat. Realisht dalin vlera që nuk kanë lidhje me atë që duhet të jetë. Vlera e faturës të 5% nuk korrespondon me ato sa duhet të jetë vërtet. Pastaj një problematik tjetër që unë mendoj që duhet ta themi është mundësia e aplikimit vetëm për prona që aplikohen me çmim reference, sistemi merr automatikisht dhe amortizimin 1% për çdo vit. Por për të gjithë qytetarët që duan të rivlerësojnë pronat, si kryhet ky proces dhe sa variojnë çmimet? Apartamentet shkojnë kryesisht nga 15.000 lekë të reja deri 20 në varësi të apartamentit, njësit nga 20-25. Në momentin që vlerësuesi ka bërë vlerësimin, pasi prona mund të ketë, po themi, orientim të shtrenjta, mund të ketë investime të mëdha, tek raporti që hartohet, bëhet vlerësimi real i pronës në kohën që ajo vlerësohet dhe më pas me këtë aplikim aplikohet në ASHK, duke qenë sepse aplikimin e bën vlerësuesi në këtë rast, dhe ASHK-ja duke pasur një raport vlerësuesit bën parafrimin e vlerës reale të pronës, objektit me vlerën e tregut. Sipas ekspertëve, një proces i tillë i rivlerësimit ka nxitur dhe shitjet, teksa më shumë qytetarë po përfitojnë nga fushata me tatimin 5%, duke parafruar vlerën reale të pronës me tregun.